Po bëhet digitalizimi i gjithë pjesës, do bëhet park, që do ketë më parkim me kinesh. Do të këtu rrugë dhe smotën, do kemi bërë unazën, në vogël qyteti. Ka disa vepra shumë bukur me shatërgone, me stola, me të moshuarit, me ambient relaksuese. Të bie që të gjithë pjesa sheshit. Buri që vendos vesh nga zona, që ketë edhe pjesën e forcës, edhe nga pjesa e ngritjes, edhe nga pjesa e natyrës. Do kemi pamë goxha të mirë. E kishim planifikuar për ta bërë poshtë parking, poshtë tunele poshtë. Ka tunele. Tunelet e poshtë në vetë gjithë qytetin dhe gjithë. Adriana si e? Si të kam? Si duket? Mirë, formë? Si e mirë. Ku jemi në bosh, ku jemi? I fort. Faleminderit. Succese. Respekte shumë. Doktor, respekte shumë. Respekte. Po, është pjesë e parë e sheshit dhe është pjesë. Po ke restauruar dhe atë më duhet, Rutinë vetëm i kemi bërë një kështu, restaurim pjeson, me burr. Kjo është që në kohën e Zogut, 1920-ën. Është në zonë. Po, ne kemi edhe një projekt që ta realizojmë gjithë, komplet dhe si godina të sheshit. Dhe burr, dhe ja lustrum. Ja pastru pra, Ja lustrum, ja lym, ja sistemum, kapitën e parë dhe pjesën e kapitën e dytë. Ndërsa këto kapitën është bën kohën e komunizmit. Dhe duhet edhe këto plakat që janë. Do të bën pastru gjitha, ose do vendosin këto tjera. Se ka qenë dy katëshe. Po, ka qenë dy katëshe. Në 1920 kur është shpall prefektura e Matit, kjo ka qenë dy katëshe. Dhe gjithë projektin e burreve kanë bërë arkitekt italian. Edhe nuk është prek, nuk është prek. Kemi qenë një që gjithë qyteti është me tunele poshtë. Për 15.000 banorë, edhe të bëjmë një projekt të digitalizojmë gjitha. Ka qenë komanda qendrore për shtabin e ushtrisë. Po do bëjmë një projekt aty. E kemi bërë për fondë zhvillimit. Dhe